Gjenden në lagje të ndryshme të qytetit të Durrësit dhe duken si të haruara nga koha. Banesa të braktisura tërësisht kthehen në vend për hedhjen e mbetjeve. Kjo situatë e ngelur prej vitesh dhe nuk është marrë asnjë mas për të. Ndodhen dhe në rrugët kryesore të qytetit dhe në ato dytësore. Problemi është se banesat nuk janë as të rrethuara dhe shkaktojnë probleme me mungesën e sigurisë. Pamje tregoi se njerëzit kalojnë shkujdesur dhe askush nuk shqetësohet për këtë. Janë me dhjetra imazhe të tilla që vijnë nga lagje të ndryshme të Durrësit, por që kanë të përbashkët vetëm një gjë, braktisjen e banesave. Problemet e pronësisë shpesh bëhen shkak për braktisjen disa vjeçare të këtyre godinave dhe njëkohësisht bëhen pengesë për të ndryrë tek ato, për t'i dhënë një pamje më dinjitoze të përshtatshme me një qytet turistik. Ajo që kërkohet në kushte të tilla është rrethimi i tyre, por mos u shndruar në vend depozitimi mbetjesh. Nga ana tjetër, nga pamja estetike, ato dëmtojnë imazhin e qytetit, veçanërisht kur ndodhen në lagje të frekuentuara edhe ka turistët e huaja. E braktisur, e dëmtuar, por dhe e mbushur me mbishkrime me gjuhë të ndryshme, ndodhet pak metra larg hoteleve kryesore, por dhe banesave të tjera. E njëjta gjë ndodhet edhe në lagjen me numër 11 në aksin Aleksandër Koka, vetëm pak metra larg gjykatës së qytetit. Godina Tykaçe është tërësisht e rënuar dhe jo më pak raste kthehet në vend depozitimi për mbetjet dhe për përdoruesit e lëndëve narkotike.